Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderimin të nësit takojmë vetëm Allah subhanahu, ata e los, ati përgjëron që të ravdrej dhe të begoj dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të pëzgjedhëm. Në këtë varg mësimesh, thelbja dhe esenca dhe boshti krejt asaj që kemi trajtu, ka pas të bëjë me atë fjalën më të mirë, më të shenjtë, më të përkryer, më domethënëse, më të qëndësishme të ekzistencës sonë, që është domethënë fjala la ilaha illallah, që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allah subhanahu wa taala. Edhe kuptohet edhe dëshmia me plotësinë e saj që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allah dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut te bareke ve taala. Mirpo është më e rëndësishme teksa vjen ti deri te kjo fjala më e mirë. Vjen deri te kjo fjala më e përkryer. A mundesh me pas pastaj një garë tjetër pasi e kim rri fjalën më të mirë. Domthon kjo art e fjala më e mirë, kjo art e përcaktimi më i mirë, kjo art e do thot deklarata më e mirë, kjo art e artikulimi më i mirë, a ka gjos me shkuti mu bë edhe më i mirë me ime një garë dhe të qenit edhe më i mirë. Thot Allah subhana, o men ahsanu qawlan mimmen da'a ila Allahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. A ka dikush që i ka fjalë më të mira se sa një njeri i cili domthon i thirr njerëz tek Allah subhana. Se sa një njeri i cili i thirr njerëz tek Allah azza wa jall bën punë të mira. Disa kanë thonë punë të mira për mrena davetit të tij, edhe thotë unë jam prej muslimanëve. Ndaj unë kam një tendencë sonte me e vërtetu që na krejt që thosh, e kena moshë të mësime, pa u bazu në mësimet e tjera. Konsideroj sikur nuk kena mësu kur gjë tjetër, apse nuk është realiteti ky, domethënë keni marrë 10, 100 mira mësime këtu edhe gjetiju, po konsiderojmë se këtë jetën për fenë Allahut i kemi mësuar çdo 9 derse. Çdo 9 mësime. A të bojnë që to kandidat potencial për të qenë thirrës i njerëzve tek Allahu apo jo? A mund me hite ajo pjesa domethënë që duhet më konë një umet, një pjesë, një kategori shoqërore që i thrasin njerëzve tek Allahu subhanahu wa taala. Ndaj un kam një tendencë më u referue, domethënë në disa shembuj në Kur'an, pastaj ndoshta në dominancë më u referue shembujve të sahabëve, por më po që shumë janë nëmësime për ty. Shumë janë. Dhe nuk kena të thonë janë shumë në kuptimin që, domethënë, që merë dhe del tash, merë një rol, domethënë të rranjshëm. Jo, për me qenë një thirrës i mirëfillt, për me qenë një thirrës në çdo baza që i mësum, vetëm me lenë Allahut jemi domethënë kandidatët potencial. Allah subhanahu wa taala ku na tregon për atë njeriu i cili e ka thirrë dhe i ka bë davet dhe ka këshillu pronarin e dy kopshteve. Apo është një ngjarje në Kur'an. Allah subhanahu wa taala na tregon dialogun e tij. Thot qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Shoku i vet i ka thonë këtij ndërkohë që janë duke bënë një dialog. A kafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawaka rajula. Apo e mohon ti atë i cili ty të ka kriju prej dheut, pastaj të ka bëë, domethënë nutfa, edhe pastaj të ka bëë burr. Lakinna huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada. Me po gjithsesi e vërtetë është që Zoti jam është Allahu dhe unë nuk i përshkruaj Allahut ortak. Çka davet, a di me boti çka? Çka fjali? Mi ka zonë njerëzve se ai i cili të ka krijuar e meriton adhurimin. Edhe ai i cili domthon të ka pru nga inekzistenca në ekzistencë, është i denjë për të adhuruar dhe askush përveç tij nuk e meriton adhurimin. Çka ta di me boti çka davet? Allahu subhanahu wa taala po na tregon që është sahibuhu, shoku i vet. Nuk më jep shumë detaje për këtë njerëz. Pse Kurani na evidenton një dialog të ndodhur prej kohësh. Shkaku i artikulimit të përkryer të tij. Ka ditë me lidh me rububie, ka ditë me lidh me temën e hynjëshmërisë së Zotit. Edhe rrjedhëmisht nëse ti di, atëherë domthon ti je artikulu mirë. Dhe nëse je artikulu mirë, ti domthon një davëxhi i mirë me lenë Allahu te bareke taala. Shtrohet pyetja. Çdo tre parimet që i kena mësuar? A mumi më konë mjaftueshëm të artikulum për me ftu dikam? Pa dyshim që po. Ose për shembull, kena mësuna për më konë tek shembulli besimtarit të surës Yasin. Janë dërguar disa profet tek një fshat, kanë bërë davet, po njerëz nuk i kanë përgjigj. Edhe Allah subhanahu wa taala nuk na jep shumë domethënë rrëfime për këta profetët që kanë qenë duke bërë davet në çfarë veni. Po na vën edhe na tregon për një burr. Thot wa jaa min aqsa al-madinati rajulun yas'a. Prej skajt qytetit një burr edhe si me të shpejt, po vend tek njerëz popullit vet. Qali ya qaumi tabi'u al-mursalin.
O popull jam, ndiqni profetët, ndiqni pejgamberët. Çka ditë mi thon. Më thon, ky e ka ditë se këta pejgamber janë me një deklarata, me një proklamata, me një thirrje të shëndoshta të sakta për ky. Ky e ka një obligim me armi thon njerëzve ndiqni çeta pejgamber. Më thon sa ka pas ky formim? Ose shtrohet pyetja. Kush u kon më i artikulum? Pejgamberi ta ky? Po dyshim që pejgamberi kon. A mu dashur ky mu kyç, edhe mu kon pjesë e davetit. Dhe më armi thon njerëzve ndiqni pejgamberin e Allahut te bareke teala. E pastaj i ka pushujt pejgamberët që nuk lypin shpërblime kështu më radhë, pastaj thotë wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Thotë çysh mos më adhuru atë i cili na ka krijuar dhe ta i kena më kthy. Kjo është një prej pjesëve se si ai ka komunikuar me popullin e vet. E rëndësishme, në fund ai bie shehit, nga që populli i tij, domethënë agresor, domethënë e privoi nga jeta. Allah subhanahu wa taala nuk e përmend këtë pjesë. Nuk e përmend që domethënë ka ndodhur një gjë e tillë. Mirë po non kuptohet kur vend pjesa e ajetit qila dkhulul janna. Jo shton hin xhenet. Pse nuk e përmendën shehit lloku i tij, nuk e përmend shehit lloku i tij, kanë thënë dietarët e tefsirit që mos më menu me kasit kur ta dëgjojnë këtë rrëfim, domethënë çfarë pse? Hanë don, domethënë janë kundër davetxhive. Njerëz, kështu që domethënë mas pronti çështu ka më konë në fundi edhe i këtyne në Mekë që na kanë tollovit domethënë renin. Mirë po kur i thuhet i hin xhenet, qale ya leyti qaumi ya'lamun. Ky mënyrë ka thonë, na më kon problem ta din. Çka më dit problem? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Ta din çysh um ka fal Zoti jam edhe më ka bërë të nderuar domethënë xhenetet e tij. E kanë përmendur dietar në tefsir se ky davetxhia që ka ardhur me ja suportu davetin pejgamberëve, u kon pa fes, pa pozit edhe një prej profesioneve më të pararespektuar të shoqënisë. Ama e kanë dje obligim që do të marrë vëdave. 3-4 rivajete që kanë, që ka punu. Këtë janë profesionet të shtresave që i shërbejnë elitave. Jo do thonë që u konë, do thonë njëri me ndikim. Mirë, mas mënëm të e kanë dje për obligim. Mirë, po vini re që to. Bje dëshmor, hen xhenetin Allahut, e kupton xhenetin e kështë më radhë. Qale ya leyti qaumi ya'lamun, amu kon problem ta din. Do thonë ky prapë ka gjalën e popullit vet. Se ky ka pas formim pi pejgamberëve të cilët e kanë edukuar se një thori vërtet e ka gale Davidit. Një thori vërtet e ka gale që këtë bot kuptim atë që këtë domethënë me çute domethënë te populli vet. Domethënë na kena mësu çto mësime, por më shumë më ardhën me len Allah subhanahu wa taala te shembulli i çunave të shpellës. Allah subhanahu wa taala na tregon thot innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ata janë kon djem 3, janë kon çuna, edhe kanë besuar në Zotin e tyre dhe ne u kena shtu udhëzimin. Vini re. Shumë pak përmendet ose shpesh neve na hik që kjo sure dhe këto ajete janë me kase. Se sahabëve të Mekës, që atyve çunave të ri që janë rreth Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ju ka dashur, domethënë me e kuptu që daveti u barra e trive. E Allah e përmend, s'ka thonë janë kanë do burra të mirë. Fityatun amanu bi rabbihim. Djem 3 kanë besuar në Zotin e tyre. Allah subhanahu wa taala ka dashur me eduku sahabët e Mekës që barra davetit është jo. Ose vini re në diçka tjetër. Nëse ti shikon një djalë i ri 16 vjet, 15, 17 në Mekë edhe gjithë ato tortura, edhe gjithë ato zullum, edhe gjithë ato poshtërsi, domethënë që e kanë bërë me kasit. Edhe ti i ri. Prirja për qefe, prirja për jetë më të lehtë, prirja për mos me pas kësaj lloj ballafaqimi, aq më tepër që kanë pas ballafaqimin me kanë. Kryesisht me prindët e tyre edhe me shtresat më të vjetra. Me po sikur Allah i ka bërë tërbie. Kush janë shumica të udhëzuar vend me kësot? 3. Çto janë kanë edhe më herët. Domthonë nuk ka nisë kjo punë me juve. Domthonë edhe do gjenerata 100 vite më përpara që Erkami me kuptu që është mesin e këtë djemve të ri se çdo e ka kjo far pune. Dhe kur arsye Erkami 14, 15, 16 vjeçar, domthonë është organizatori i davetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kupton se kjo punë e trive. E kupton se kjo është domthonë puna e trive, sidomos edhe një fakt. Innahum fitya. Ata janë çuna. Allahu te baraka taala po i ka thonë Erkamit edhe aty në davetxhive të Mekës, që ata janë në grup, nuk janë një ka një. S'po thotë u kanë ideali mirë aty. Edhe pse aty ka shumë më kanë njëri më i dallum se këtë tjerë. Me po ngjarja dhe narrativa i referohet turmës jo individit. Me tregu se ju në çka të mosheni, në çka të barçeni, në çdo synime që jeni, ju keni vënë të bashkë, keni më kon shoqëni. Shoqënia e djemve të ri që bojnë davet. Shoqënia e djemve të ri që dinë me shkumi kallëzon njerëz kush është Zoti i tyre, kush është feja e tyre, kush është domethënë pejgamberi i tyre. Kështu që na kena mësuar për me ardh deri te shembulli i tyre.
që një daveti që ka nisë të Erkami, edhe ka vazhdu tutje, domethënë edhe nuk ka mundur dendit në gjykimit. Edhe na besojmë bindshëm me lenë Allah subhanahu wa taala që na vazhdimësia që atyne. Edhe nëse çka nuk të bën krenar, atë është bën krenar. Nëse nuk të bën krenar që ti je vazhdimësi e një davetit që ka nisë me një shtëpi ku organizatori ka një djalë 15-16 vjet. Ka diçka më të madhe se sa kjo me të bë krenar. Abu Bekri radiallahu anhu pasi e pranon Islamin shkon edhe i bën davet Uthmanit, i bën Zubairit, i bën Saadit, i bën Talhas edhe i bën Abdulrahman ibn Aufit. Ata ka marrë menja, ti mi bëhet 5 vete davet, edhe ata 8-5 më konë më të mirë të umetit dhe në ditën e gjykimit. Mirë po vini vrej qëto. Janë 2 sene këto. Domethënë mençuria e Abu Bekrit ku ka godit. E ka ditë që ta duhet me thirr, që ta duhet me ardhën, që ta duhet me konë të partë. Mirë po edhe e dyta, asu konë sfit për Abu Bekrin, mi bo që ty në njerëzve davet, mund të thonë, pse mund të konë sfit? Po ne e kena pas se këta në shumë të mëdhaj. E kena pa madhështinë e ty në mas e kanë pranuar Islamin, që i bie këta nuk janë bë të mëdhaj për një natë. Të janë konë njerëz të mençur, njerëz të formuar, njerëz të pjekur edhe para Islamit, që i bie domethënë, u koni artikuluar me Abu Bekri për mi bë davet shtyme. Mirë po, në sevapin e kujt shkon Uthmani edhe Talha edhe Zubairi edhe Abdulrahman ibn Auf edhe Saadi. Shkon kejt me lenë Allah subhanahu wa taala në llogarinë e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Na kena mësuar në vëllezër për marrë të shembullit Tufailit. Marrë të shembullit i Tufailit. Tufaili u kon pi fisit Daus. Edhe nin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe vën Mekë, më po kur vën Mekasit, Kurejsh të shkojnë mas ti, edhe i folin shumë, domethënë që na ka dalë njëri, na ka tullovit këtë punë. E ka një farë deklarate, i ka do farë bindje, do farë, domethënë dogma, rujës se, domethënë është sikur se magjia që e don burrin pi grus, edhe domethënë ja bën të madhe. Thot Tufeli çaq shumë thot, domethënë infektun, saqë domethënë thot i mbylla vesh thot me pamuk. Vetëm mos me dëgju pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E pastaj thot dyqysh thot marr keq pi vetvetes qyshun e intelektual, poet, njëri me ndikim, kështu më radh thot me bë këtë gjest. Domethënë pse mos më shku me ngu këtë njëri. Edhe shkon edhe vetmot me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe Rasulullah sallallahu alajhi wasallam ja shpalos Islamin wa tala alayya al-Quran. Thot më lezoj diçka prej Kuranit. Thot fala wallahi ma sami'tu qawlan qat ahsana minhu. Kur pashallahu s'kam një fjalë më të mirë se fjala Allahut azza wa jalla. Wala amran a'dala min, edhe kur koncept më drejt, më të saktë kum dëgju. Edhe thot pastaj thot hyna në Islam edhe dëshmova dëshminë e vërtet, edhe tha i thash pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja nabi Allah. Inni mru'un muta'un fi qawmi. O i Allah, unë jam një njeri në popullin tim jam i respektuar. Njerëz më morin në fjalën të popullit. Wa ana rajiun ilayhim wa da'ihim ila al-islam. Unë u ktheva, po kthena ata mi thin Islam. Po kthena me thin Islam. Po kthena mas 300 dersave. Mas 5 vjet vullzim çat dit. Po kthena me thin Islam. Fad'u Allah an yaj'al li ayah takun li 'aunan 'alayhim fima adum ilay. Edhe thot lutja Allah më dhoni shenjë që të mbletohet më shumë daveti kur shkoj. E ka pas një ndriçim që e kanë vëre. Shkon edhe i bën davet babës vet. Edhe e ka një davet domthon pak të vrash në fillim. Ai thot babës vet, s'kena, unë jam distancuar prej teje, ti s'ki kur gjë me mua, parën fenë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata e kanë dashur, e kanë respektuar shumë, thot feja në cën ti hinë na himin çat fe. Pastaj shkon njëjtë te gruaja vet. Po pastaj kur shkon te populli vet sikur nuk e morën me të parën. E pastaj thot ella te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk mujta me përballu kët populli mos më pranu domethën thirrjen për tek feja Allahu subhanahu wa taala. Edhe thot o i dur Allahut, ata s'po nënshtrohen as po bindën, lutu kundër tyne, kundër Dausit. Allah i dur Allah sallallahu alaihi wasallam thot Allahumma hdi Dausan, thot Allahumma hdi Dausan, irji ila qaumika fad'hum warfuq bihim. Thot o Zot, udhëzoj Dausin, edhe thot ktheu tash te Dausi, edhe banda vet, edhe je pak më i butë. Edhe je pak më i butë. Kur vën disa betejë ndodhin, nuk është Tufejli, është i zant në Dausin atje tu bodavet. Ndën sa vend domthon Khajberi thot hatta nazaltu al-Madina bi 70 aw 80 bayta min Daus. Thot kur ka Khajberi ka marr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me 70 apo 80 shtëpia Dausit tullzum. 70 apo 80 shtëpia Dausit tullzum, thumma lahiqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar, edhe pastaj u bashkangjitëm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Khaybar. Keni vëmendje ndër vëllezër. Për shembull një pjesë e vëllezërve alhamdulillah keni mësuar librin e tauhidit. Libri i tauhidit sa hadithe i ka? I ka 104 hadithe. I ka 57 ethera.
i ka 80 ajete. Sa jo mërmenja? Nëse e kthejme që ta në përqindje, Tufejli sa i ka një për Rasullullah? Ka mujtë minin, do shta, një 2-3 ajete, një 2-3 hadithe, edhe që të 2-3 hadithe dhe 2-3 ajete, Tufejli ka arë me 80 familje, dhe më thonë të uzume dosit. Mirë po vetëm kaq. E ka di se kjo ka uza ti. E ka di që kjo daveti ti. E ka di që kjo barra ti. Do të më bëhet çmos atë më ardhën edhe me unë shtu fejës Allahut subhanahu wa ta'ala. Që këtë bazën e 3 parimesh e kena mësu. A e ka ditë Tufejli? Bazën po e ka ditë. Argumentet ndoshta që e kena morë, në tërsi jo, shpjegimet jo. Ndoshta shumë për argumenteve edhe zbërthime nuk i ka ditë. Mirë po Tufejlit i ka mjaftu se Tufejli e ka kuptuar se kjo fe ç'është e koha. Që kjo areni kësaj feje. E ki mësu, të marrë me mësu dikujt. E ki kuptu mirë, e kuptove që shpëtove inshallah për zjarmin e xhenemit, e fitove xhenetin e Allahut, ose me tauhid fitove xheneti, me besimin e pastër fitove xheneti, do të më shku me iboda vet edhe të tjera. Na kena mësuar në vëllezër, këtë që këtë ngjarje për më ardh deri në shembulli i Musabit radhiyallahu anhu. Musabi e ka një ngjarje dhe një histori shumë të lavdishme, po keni konsiderat kur ka rënë shehdi ka pas diku 44 vjet. Në këtë atë histori të madhe, prejtë ai çuni Lazdrum që është përvujt edhe ka vujt në Mekë, e deri te ambasadori i Rasullullah Medina sallallahu alaihi wasallam. Këtë që tu janë bën, domethënë këtë me një moshë të re. Këtë me një moshë domethënë të re. Përmendet edhe transmetohet në librat e sirës ngjarja kur Usaid ibn Hudhairi dhe Sa'd ibn Muadhi pranojnë Islamin te Musabi. Saktësisht shkon te kabilja të këfisi i Ausit bashkë me Esadin. Esadi u kom për fisit Khazraj, edhe këta dje kanë pasën të lashën e zveti. E rëndësishme, kur merr vesh Saadi, që Musabi u mbledh te kopshtet e fisit të vetë, dhe autoboda vetë, i thot Usaidi, thot shko ti, thot edhe rahatoj, thot se domethënë suni doraj këta. Thot vetë se është hatri një afërsie me Esadin, se po ndishon kisha shku i kisha përzon. Edhe vën Usaidi me qere tronë edhe me armë dorë për me i përzon. A Musabi thot musukut, olo, ngojmë të knoj Kur'an pak, bojmë muhabet, e shtjellojmë. Edhe nuk shkon shumë kohë, domethënë pak minuta edhe pranon Usaidi Islamin. Mirë po është e rëndësishme këto një diçka. I thot Esadi, i thot Musabit, kur ta shet shotar Usaidi, i thot hadha sayyidu qaumihi qad ja'aka fastuqillaha fi. Thot të ardhë që ky njeri, thot është njeri shumë i madh te populli vet, te fisi vet, te njerëzit vet është shumë i madh. Thot fastuqillaha fi. Davetin të ndaj këtij bane shumë punime me Allahun. Imagjino sa në fillim të Islamit me ditë që daveti i qel zemra kur e ki punime me Allahun. Ki tendencën tjera s'ka bereqet. Ki synime tjera s'ka bereqet. Edhe koncentrohet Musabi edhe i ban davet. Edhe pranon Usaidi. Kur Usaidi e pranon, thot i ndron qerja. Edhe kur shkon pastaj me taku Saadin, Saadi thot i ky ka me një çetër qere. Shumë e vërtetë, se ka shku me pamje edhe me fytyrë të qafirit edhe këtu me pamje muslimanit, nuk që ka me ardhur me çetër qere. Edhe Saadi dëshiron me ditë çka ka ndodhur, po Usaidi ja ndrej çashtu muhabetin që më nën kuptu diçka tjetër, po jo me kuptu Islamin e tij, që me i qua edhe Saadin me çute te Musabi me nguç ato ajete edhe me nguç ato mësime. E rëndësishme shkon Saadi edhe Saadi i ban davet edhe Saadi pranon Islamin edhe alhamdulillah domethënë hin në Islam. O shumë e rëndësishme në vëllezër që Saadi domethënë kur ka shku, masi ka pranuar Islamin, ka shku edhe domethënë me në pak ore, me në pak dite, komplet fisin e ka këtu në Islam. Komplet fisin e ka këtu në Islam. Shtrot pyetje, Usaidi edhe Saadi, ka sa ligjrata i kanë ngu? Sa libra i kanë lexuar? Sa semestra kanë kry, domethënë të formimit fetar? Këtu si janë kanë në rën ato ditë vazhdim. Nuk e kanë në rën, po u kanë në rën diçka tjetër. Me madhnu Allahun duke i thirrë njerëz të fesë. Me madhnu Allahun duke mos dash me lënë njerëzit në mëkatin e Allahut. Me madhnu Allahun duke këmbgul me largu njerëzit prej rebelimit që kanë ndaj Allahu subhanahu wa taala. Ndaj domethënë atë bazën shka e keni dëgjuar ju, çka bazën e kanë dëgjuar edhe Saadi dhe Usaidi, kështu që çaty parina. Çaty parina, edhe pse thjesht vetë po nxjerrim si mundësi që s'kena nguna kur gjë tjetër. Po imagjino ato të ngumet e shumtë që janë edhe më shumë argument për me na urzu këtë gaflet, këtë xhum, edhe me na rrëzua me na qit për tokë, domthon këtë
këtë gjendje të keqe, e cila në një ose për tjetër raste nën kupton që nuk na dham shumë zemra për fenë Allahut, se njëri kur i dham shumë për fenë Allahut, pastaj mundohet me bëj çmos për fenë Allahut subhanahu wa taala. Kena mësu, edhe besoj kena mësu mjaftueshëm për marrë të shembulli i Thumamës. E shënon Imam Buhariu Muslimi për Abu Hurajrës, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dërguar disa sahabe në një ekspedit për Najd, edhe kanë zonë rob njëri prej fisit Beni Hanifa, ju kalu lehu Thumama ibn Uthal, që njerëzit e kanë thirrë ka pasur emrin Thumama ibn Uthal. Edhe e kanë lidh në një prej shtyllave të xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe vjen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edhe i thot Thumamas: "Ma indaka ya Thumama?" Çka po thotë Thumama? Do thonë, "Kira rob, pa besimtar, u kon të luftu fenë Allahut e kështu me radhë." I thot: "Indi khairun ya Muhammad, in taqtulni taqtulu dha damin wa in tun'im ala shakirin wa in kunta turidu al-mal fas'al minhu ma shi'ta." Tha Muhammed, un kam koxa sene të mira. Nëse mu më vrani, ki vrani njeri që për të derë dhe gjak. Po nëse më fal, e fal një njeri shosh minjos, e nëse do pasuni, lyp sa dush. E le pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nesër të prapit. Çka po thotë thamë, i përsërit një të fjalë. Prap ditën e tretë. Kur vëm ditën e tretë, i thotë çka po thotë, Thumama thotë çat ta më thonë më herët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë atliqu Thumama, shlën e Thumama. Shlën e Thumama. Thotë fantalaqa ila nakhlin qaribin min masjid faqtasala thumma dakhala al masjid faqala ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Thotë dol pi xhamis, shkoi deri tek një palmë, u la, edhe hinin xhamin edhe dha shahadet. Edhe hinin fen Allah subhanahu wa taala dhe i thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas fytyrë më të urryer për mua se sa fytyra jote, thotë nuk është bë fytyra më e dashur. Edhe nuk ka pas vend më të urryer për mua se sa që kjo veni Medinë, thotë më u bë veni më i dashur. E pastaj i thotë kësaj. Thotë po du me shku numre. Mirë po thot ata ushtarët e tu, ma kanë morë thot kafshën e transportit që e kom pas, thot mundësish me ma dhanë, se po du me shku me ba një umre, se ma shpejt me shku mu ballafaqume me kasit një thonë që ju qatë shka një të luftu, unë ju mbo pjesë e fejsë të ti. Me thonën me e shpërfaq për caktimin e ti të ri, sa ma shpejt, a mu jo dikona për qoshe, aty ku be mas shumë të nësim. Aty ku konë qendra e qendrave, në Mekë. Edhe kur shkon, njerëzit domethënë e përdorin atë termin që e kanë pasur minën shmu kush ka hyrë në Islam, thotë jo, thotë kum hin në fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe i thotë fala wallahi la yatikum min al-yamamati habatu hintatin hatta ya'dhan fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Edhe thotë pisodit, i thotë me kazë. Për Yamamës nuk kam jarë asnjë kohë kur gruni pa dhënë leje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë krejt bllokad ekonomike kam ju bë vetëm e kuptuar pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ditë kam mësuar Thumama? 3 ditë kryesisht me vëzhgim. Sa ti s'kan guder, s'u koni lidh në xhamie. Po është qartë? U koni lidh. 3 ditë u koni lidh, që do 3 ditë e kanë bë davetxhi prime. E kanë bë davetxhi prime me shkumu ballafaçu me kokat e kufrit, edhe vetëm kaq. Domethënë me garantuar edhe për alo populli vet alo s'ka hin Islam. Po pitë populli jam asnjë kohë kur gruni s'ka marr den sa t'jape leje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na inshallah kena mësu, edhe besoj që kena mësu mjaftueshëm, por me ardhen të shembulli i Dimam ibn Tha'laba radhiyallahu anhu, që kur Banu Sa'd ibn Bekr fisi e ka dërguar këtë burrë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kanë dërguar si delegat me fol me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe Dimami i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Allahu ba'athaka ilayna rasula", a vërtet Allahu të ka dërguar te na pejgamber? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po. Thot Allahu amaraka an ta'muruna na'budahu wahdahu la nushrik bihi shay'a wa nakhla' hadhihi al-andad allati kana aba'una ya'buduna ma'a. Thot Allahu të ka urdhëruar që ta veçojmë Allahun në adhurim, do të mos i bëjmë Allahut shirk, do të heqim dorë prej këtë idhëve që i kanë adhuruar të partit tonë. Thot po Allahu më ka urdhëruar. Allahu të ka urdhëruar që na mi fal 5 vakte. E kështu me radhë deri sa vjen te këtë farzë e Islamit, e pastaj thot unë thot dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut, kom i kry thot çto farzë, kom u largu për mëkateve që i përmendën. Edhe thot thumma la azid wala anqus. As nuk kam ashtu, as nuk kam paku, e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se ta këtë pas për me fitë xhenetin. E rëndësishme. Thumma kharaja hatta qadima ala qaumi. Ka dalë pite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar te populli vet. Kur ka shkuar te populli vet i ka thonë bi sallatu wal uzza. Sa i keq është Lati dhe Uzza. Edhe ata vënë i kanë thonë ruju se po të kap ndaj paraliz, po të kap ndaj smuje, po të kap ndaj keqe se po i shon zotat.
thot wallahi la yadurrani wala yanfa'an. Pasha Allah, as nuk bojnë dëm, as nuk bojnë dobi, sepse dëmi o dobia është domethënë vetëm dorë të Allahut dhe Allah e ka dërguar një pejgamber, na e ka dërguar me na pështu. Na kena më bind dhe nuk kena madhur dikë tjetër krahas Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot transmetimi. Fa wallahi ma amsa min dhalika al-yawm fi hadirihi rajulun wala imra'atun illa muslima. Thot pasha Allahun, kur ka shku imami, ka hirën shpe për shpe. Thot nuk ka dal drita e sabaut vetë se çdo në shtëpi, çdo burr dhe gruve su muslima. Edhe pastaj Abdullah ibn Abbas ka thonë, fa ma sami'na biwafidi qaumin kana afdal min Dimama ibn Tha'laba. Thot nuk kena ni për doni delegacion, për një grup njerëz që na kanë ardhur. Mad njerëz domethënë të mirë që kanë pas sukses sikur se rasti i Dimam ibn Tha'laba, një e ardhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe më kthy këtë fisin e vet domethënë me kthin fen Allahut subhanahu wa ta'ala. Në transmetim do Allahu fillim ka ardhur, wa kana Dimamun rajulan jalda. Thot Dimami, thot transmetimi, kana rajulan jalda. U kon shumë njeri i padhënt. Shumë njeri pa formum, i pa qytetrum. Që kjo i pa qytetrumi, që kjo i pa dalmi, po di me bo davet me një takim me një mësem me do hadithet për Amin sallallahu alaihi wasallam. Më thonë, në bazat e fejes ka rrit me kry obligimin ndaj vetës, familjes vetë, edhe fisit vetë, edhe njerëzve të vetë, që kjo njeri që ka sahabët për e shtin për shkrim që u konë gjeld, u konë njeri ronë, njeri padhen. Nërka që na, do më thonë, me keq këtë formim, me keq që të derse, me keq që të mësime, me keq të libra, mos me mujt 2 njerëz me këthy në fenë Allahut. Mos me pas projekt, do më thonë, 2-3 njerëz me ju folën në vazhdimsi densa të kthehemi në fenë Allahut. Edhe mos me u kompleksu nga këto shëmbulltyra, edhe për me qurtu vetën, kjo është për më bo marak. Kjo është për më bo marak. Kështu që unë besoj bindshëm se shumësime që e kena marrë, mund me na bëhe në shembullin e Dimamit, në shembullin e Tufailit, në shembullin e të tjerëve, po madje edhe në shembullin e Khalid ibn Walidit, radhiyallahu anhu, që në një prej betejave të tij i ka bërë davet njënit prej komandantëve të palës kundërshtare. Derisa e ka bind momentin e fundit me hika ka shatorat edhe ka kampi i, domethënë, i muslimanëve. Imagjino domethënë sa i vjen edhe pyet thot, a ka Allahu shpat në tokë, pse po thonë ti shpat Allahu subhanahu wa taala. Edhe i merr edhe ja thjesht thot, nuk ka shpat që po mendon ti. Po Allah subhanahu wa taala më ka begatu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bëu dua për mua kështu më radh. E pastaj merr edhe ja shpjegon se kjo punë ka të bëjë me Zotin, ka të bëjë me lidhjen tonë me Zotin, ka të bëjë me tevekulin tonë në Zotin e kështu me radh. Edhe i do këtë shumë bindës, domethënë atij bizantinasit që u kanë në betejën e Irmukut. Edhe në momentet e fundit deri në tona, edhe domethënë e pranon Islamin, nuk shumë pak çaste edhe domethënë shehit. Khalid ibn Walidi ka mujt mi thonën, betejat e mia janë të pamposhme, se unë jam strateg i madh. Ka mujt mi thonën, çështu është domethënë formimi jam. A moralisht e ka ditë se është në rolin e davetxhijës, jo në rolin e domethënë dikujt që ka fryhet. Është në rolin e atij i cili sikur se kanë në Rebiu, që ardhur njerëz me nxjerr pjersirës në dritë. Na duhet mi pështu njerëz. Edhe e ka ditë edhe pse u kanë domethënë nga çasti në çast, sa që ka ardhur transmetime, e ka shty betejën gati deri në perëndimin e diellit vetëm të i bëj davet çiti njerit. A fundja i ka rrezikuar shtartë vet sepse sa më shumë që i shkonin, më vonë i shkon më rrezik domethënë ballafaqimi, derisa domethënë beshahid edhe shkon domethënë te Allahu subhanahu wa taala si musliman. Elos Allahu subhanahu wa taala këtë mësime që kemi marrë me na bëpi njerëzve që besojmë bindshëm që mundemi ja dhon njerëzve. Edhe besojmë bindshëm që ja vlem ja dhon njerëzve. Edhe këtë përfytërimin e kohët që domethënë ditë natë me ngu, ditë natë me lezu, e kur kush mos me ta po hajrin, domethënë këtë me hek edhe me kthye domethënë në shembullin e parë të çati djalit që me piçoshit me dinën i thot njerëzve ndiqni profetët, ndiqni pejgambert, edhe të këtyre sahabëve që menit ngume, menit mësume, menit lezume, kanë ditë me shkumja me okazon njerëz të triparimet kush është Zoti i tyre, kush është feja e tyre, edhe kush është pejgamberi i tyre. O sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.